لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Falendrojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, një moment i rëndësishëm që ndërlidhet me jetën e besimtarit në xhenet është edhe dhënia e llogarisë para se besimtari të futet në xhenet. Është moment krenarie dhe moment gëzimi në atë moment kur Allahu xhelle xhelaluhu do të na tuboj të gjithëve, do t'i tuboj besimtarët, robët e tij dhe të tjerët për të dhënë llogaritë e tyre. Është moment i gëzimit kur besimtari e kupton faljen e Allahu xhelle xhelaluhu në ato momente të dhënies së llogarisë. Secilit prej njerëzve ju jepet libri që në të janë të shënuara veprat e tyre. Besimtarit i jepet libri në të cilën janë të shënuara veprat e liga. Libër i cili do thotë vije nga ana e majt. Dhe fillon besimtari t'i lexoj një nga një veprat që i ka bëhen këtë dynja nga veprat e liga. Ndërsa kur vjen në fund të leximit të tyre, Allahu xhelle xhelalu i thot, apo i sheh këto vepra që ti i ke bërë? I thot robi, po Zoti im, Allahu xhelle xhelalu i thot, ti kam fal gjitha këto vepra të liga. Për shkak të pendimit që ti e ke pas në këtë dynjë, për shkak që ke kërku falje tek Allahu xhelle xhelalu, ani pse i ke bërë ato vepra të liga, me gjitha ta me zemër dhe me shpirt je munu e mu largu prej tyre edhe ke kërku falje tek unë, për shkak se ke bë pastaj vepra të mira që ti kanë asgjësu dhe ti kanë shlyje këto të ligat, unë e ti falje. Imagjinoje çfarë gëzimi i madh i besimtarit është në këto momente. Pastaj besimtari gëzohet edhe më shumë kur i jepet libri në dorën e djathtë dhe fillon t'i lexoj punët e veta të mira që i ka bërë. Dhe pastaj kur i lexon punët e veta të mira që i ka bërë një nga një, kur vjen në fund Allahu xhelle xhelalu i thot gjitha këto vepra të mira që ti i ke bërë o robi im, unë ti shumë fishoj ato. Unë ti shumë fishoj ato prej 10 deri në 700 edhe më shumë.
Gëzohet besimtari përveç gëzimit që e ka në veprat e mira që i ka bëhe, ma herët faljen që e ka marrë nga Allahu Gjelle Gjelalu për veprat e liga që i ka bëhe për shkak të pendimit ti dhe të kërkimit faljes, gëzimin e madh tash e ka që ato veprat e mira përishtohen edhe ma shumë. Përishtohet shpërblimi edhe ma shumë. Në këto momente Allahu Gjelle Gjelalu e ka përshkrue gëzimin e besimtarin në këto momente. Në suratu Al-Haqqa Allahu Gjelle Gjelalu të regon se si besimtari del publikisht edhe e merr librën e vetë edhe thot këshirni punë të mija të mira. Allahu Gjelle Gjelalu thot فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ. Dhe atyre të cilëve u jepet libri nga ana e djathtë, e merr librin e tij dhe thot, hej, lexoni punët e mia. Para njerëzve, ju thot lexoni punët e mira, të mira, inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Pasha Zotit thot, unë e kam ditë që jam kanë shumë i bindur në këtë llogari që ma ka bo Allahu Gjelle Gjelalu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia, fa huwa fi 'ishatin radiyah. Jetë më të mirë për besimtarin deri në atë moment nuk ka shijue. Gjallëni më të madhe nuk ka shijue deri në atë moment kur i merr librin me vepra të mira. Edhe publikon para njerëzve. Fi gjennetin alia, në këto momente i vulloset ati gjennetin. Edhe i thot, në gjennetin në lartë të Allah do t'jevë. Kutufu adania, në atë gjennet, ato fruta dhe pemë të gjennetit do t'i marrë letë, pa lodhi dhe pa mundim. Dhe do t'ju thuhet atyre njerëzve në gjennet, kulu e shrabu hani'an bima aslaftum fil ayamin khaliya. Hani, edhe pini ju bofshin mirë. Kjo është rezultati asaj pune që ju e keni bën në dunjë. E atyre veprave të mira që ju i keni bën në dunjë. Ndërsa, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzve të këqij, munafikëve dhe jo besimtarve, ngritet dhe i thuhet përpara njerëzve, përpara këtyre krijesave, këta janë ata të cilët e kanë mohu Zotin. Ta janë ata të cilët kanë gënjyje për Allahun Gjelle Gjelalu. Me të vërtetë është një moment, një gëzim i madh për besimtarin në këto çaste kur ai do thotë e merr librin e tij me vepra të mira. Një moment tjetër që tregon se me të vërtetë besimtari është prej xhenetlive është edhe mbulesën që Allahu Gjelle Gjelalu ta ban për mëkatet që ti ke bëhen këtë dunjë. Allahu Gjelle Gjelaluhu në ditë kiametit ti fsheh mëkatet, nuk ti zbulon para njerëzve për shkak se e ke besu Zotin. Nuk turpron para njerëzve, para krijesave. Qysh ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu Gjelle Gjelalu e merr robën e vet besimtar dhe e mshef dhe e merr në pyetjen veti pa e pa kurkush. Dhe i thot o robi jam, a e ke bo këtë mëkat dhe këtë mëkat? Thot po o Zotim, e pranon? Thot unë sot ti fshehi, nuk ti zbuloj para njerëzve dhe unë ti fali ato. Njerëzit të nderuar vëllezër, për punë të këqija që i bajnë, punë të liga që i bajnë dhe që kanë qef mos mi pa kurkush atë punë të liga, mi mshef edhe mu paraqit para tjerëve njeri i mirë, janë dy lloje. Ata të cilët dojnë mi mshef punë të liga, mos mu turprue para njerëzve. Mos mi ra personaliteti para njerëzve. Mos mi ra nami para njerëzve. Mundohen mi mbulue, mi mshef punë të liga. Ndërsa punë të mira me njeri shfaq, me njeri publikon. Dhe janë lloji i dytë i njerëzve të cilët dëshirojnë ti mshefin punë të liga me gjithse binë në to, sepse turprohen që mos Allahu Gjelle Gjelalu për i turpron ata. Mos Allahu Gjelle Gjelalu po ja u shfaq veprat e liga, por Zotin
Mirësia Allahut është që neve na i mbulon tmetat tona. Edhe nuk na i zbulon para njerëzve. Po ti zbulon të Allahu Gjelle Gjelalu çdo tmet që ne e kemi, çdo ligë që ne e kemi, nuk do të respekton të njerin këtë dunjo. Nuk do të donë të njerin këtë dunjo. Po njerëzit dojnë dhe të respektojnë për shkak asaj që shohin. E nuk e din se çka ti do thot në kem shef prej gjanave tua. E bëhu prej atyre që mu turprue para Allahut për veprat tona të liga. Mu tut para Zotit me thonë, mos po na i shfaq Zoti këto veprat të liga. Qof para njerëzve, qof kur do dalmi para Allahut Gjelle Gjelalu. Andaj njëna prej mirësive më të mëdha të nderuar vëllezër është kur Allahu Gjelle Gjelalu ti mbulon tmetat. Kur Allahu Gjelle Gjelalu ti fsheft liga që i ke bëha, nuk ti zbulon. Edhe kjo është shenjë e mirë, sepse ai i cili mundohet me msheft ligat, tmetat e veta, e ban këtë për shkak të turpit, për shkak të marrës. E përderisa ki turp dhe ki marrë në punë e liga në tmetat tua, atëherë është shenjë që don me përmirësu veten tonë. Do të me rregullu e gjendjen tonë. Dhe një moment tjetër që është i gëzueshëm shumë për besimtarin, në botën tjetër para se të futemi në xhenet, është momenti kur i peshores së veprave tona. Momenti i peshores së veprave tona. I sillet peshorja në ditë gjykimit çdo njeriu. Çdo vepër që e ka bë, ka mu madh në kanar. Imagjinoje vetën të mendu ti në ditë kiametit, o Zot, a thu, cilat vepra do të peshojnë më shumë? A do të peshojnë punë të liga? Apo do të peshojnë punë të mira? Ka do të rënoj kanari? Ka do të rënoj vaga? Atëherë, Allahu Gjelle Gjelalu i vendos punë të mira, dhe ato punë të mira duke i shumë fishue, dhe duke i ngritë edhe ma shumë, duke shtu edhe ma shumë, prej 10-ve deri në 700, atëherë do thot, e peshojnë punë të mira janë më trona, se sa ato punë të liga, sepse liga matët vetëm një. Një punë të ligë ke bëha që ata matësh me ta. Një punë të mire ke bëha dhe 700 herë ka me të shtuhe që ajo punë e mirë. Mas pakti, kjo është mirësia Allah, kjo gëzimi madhë është për besimtarin, atë ditë kur do të peshohen veprat tona. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe besimtari nuk duhet me nënçmu asnjë punë të mirë këtë dunjatë ndër vëllezër. Qof sa grimca, qof me një fjalë, qof një buzëqeshje që e bën dikujt, qof një mirësjellje e mirë, qof diçka që e afron, qof do të një fjalë e mirë, mos e neglizho. Fëmen ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Ai i cili e bën një punë të mirë sa grimca ka me gjetë, në peshorën e vet ka me gjetë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy fjalë janë të dashura, dy fjalë janë të lehta për gjuhë, janë të rënda në peshore, janë të dashura tek Allahu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Rënëje peshorën tonë për ditë kiametit me këtë fjalë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, elhamdulillahi tamla'ul mizan. Ka thënë fjala elhamdulillah e mush peshorën tonë. E rënon shumë peshorën tonë. Thuaj elhamdulillah. Kur ngritesh pe gjumit thuaj elhamdulillah. A ka njerëz që kanë rënë me fjetën si ngrit më fare. Kur të afrohet ushqimi, thuj elhamdulillah. Kur dilsh me hes, thuj elhamdulillah. Ka njerëz që janë në kolis, nuk kanë mundësi me hes. Kur lëviz çepallën tonë, thuj elhamdulillah. Kur lëviz dorën tonë, thuj elhamdulillah. Kur bje me fjetë, thuj elhamdulillah. Kur hanë dhe kur pin, në çdo situatë, në çdo gjendje, thuj elhamdulillah. Falenderoj Allahun. Kjo fjala elhamdulillah e mbush peshorën tonë. Andaj këto 3 momente të ndërrohen vëllezër, momente të gëzimit të besimtarit,
momentet të lumturisë së besimtarit. E para në dhënien e llogarisë, e dyta në mbulimin e tëmetave tona, dhe e treta në peshorin e veprave. Andaj le t'i peshojmë veprat tona, le t'i rënojmë veprat tona, le t'i rënojmë peshoret tona me veprat tona të mira, le ta bëjmë që me qenë llogari e mirë dhe e lehtë, dhe le t'i lutemi Allahu xhalla xhala që ta na mbuloj tëmetat tona dhe të ligat tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.